kjo seancë që do të mbahet pas pak minutash, është farsë, është truk politik, nuk është zgjidhje. PDK nuk do të jetë pjesë e një seance të paligjshme. Nuk do të bëhemi fasad për mbulimin e dështimeve. Sot, Partia Demokratike e Kosovës nuk do të marrë pjesë në seancën e jashtëzakonshme të thirrur nga kryetari i kuvendit. Kjo seancë, edhe po të mos ishte skeme radhës për të mbuluar krizën në të cilën po e fusin në vendin qeveria në ikje, është e paligjshme dhe tërësisht në kundërshtim me rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Jo dhe ne jemi dëshmitar që për 10 muaj Kosova është mbajtur peng. Prej 10 muajsh vendi është zhytur në bllokim institucional. Prej 10 muajsh qytetarët tanë po presin qeveri të re, parlament funksional, komisione pune e shtet normal. Fatkeqësisht, pas 10 muajsh nuk e kemi asnjërin. Rrjedhimisht, Republika e Kosovës e ka humbur tërësisht vitin 2025. Kosova dhe qytetarët e saj nuk e kanë pasur këtë luks. Përkundrazi, ne kemi pasur nevojë për një vit dinamik, produktiv, si asnjëherë më parë. Dhe kush e ka bërë këtë bllokim? Partia që doli e para në zgjedhjet e nënshkurtit, e cila ka zgjedhur që ta përdorë rezultatin jo për të qeverisur, por për të zvarritur, për të manipuluar proceset dhe për të konsumuar çdo afat ligjor në mënyrë që t'i shmanget përgjegjësisë ndaj qytetarëve të Kosovës. E përsëris, kjo seancë që do të mbahet pas pak minutash është farsë, është truk politik, nuk është zgjidhje, është tentim për të mbuluar dështimin. Ajo që po shohim sot është e dukshme. Kur vjen puna për të formuar institucionet e për të kryer punë, kemi zvarritje, pasiguri dhe manipulim afatesh nga lëvizja vetëvendosje. Kur vjen puna për t'i ikur përgjegjësisë, nxitim i çuditshëm, madje duke shkelur rendin kushtetues. Dua të jemi qartë, PDK nuk do të jetë pjesë e një seance të paligjshme. Nuk do të bëhemi fasad për mbulimin e dështimeve, sepse kjo seancë nuk është thirrë për qytetarët, kjo seancë nuk është thirrë për të miratuar ligje, kjo seancë nuk është thirrë për komisione. Kjo seancë është thirrur për t'i shpëtuar fajit. Fajit që një pushtet për 10 muaj rresht ka refuzuar të marrë vendime, ka refuzuar të ndërtoj dialog, të krijoj shumicë dhe të formoj qeveri. Thirrjet për të shkelur ligjin dhe kushtetutën nuk janë zgjidhje, as për vendin, as për kuvendin, as për demokracinë. Ato janë derë e hapur për kaos, janë precedent të rrezikshëm që dëmtojnë themelet e shtetit ligjor. PDK nuk do të bëhet pjesë e kësaj rruge. Ne jemi këtu për të mbrojtur rendin kushtetues, për të mbrojtur institucionet e Republikës, për të mbrojtur parimin se çdo vendim, pozitiv apo negativ, duhet marrë brenda ligjit, brenda afatit dhe brenda përgjegjësisë.